Përshëndetje, ku jemi këtu me tema nga më të rëndësishmet, por edhe nga më të çuditshmet, që të kuptoni dhe juve mbi astrologjinë edhe tema të rëndësishme që kemi ose duam neve të përçojmë mbi atë që neve kërkojmë, të brendshmen dhe të jashtmen. Tema e ditës sotme ka të bëjë shumë me një titull që shkruhet, thuhet, intuit apo frikë. Si ta kuptojmë zërin e shpirtit dhe shenjat që jeta na tregon dhe na jep sinjale në anën tjetër. Ka momente ku në jetën tonë diçka brenda nesh flet para se të flas logjika. Në ndjesi e çuditshme, një ndjesi ku një shtrëngim në zemër, një mendim që kthehet disa herë, një ëndër që nuk harrohet, një emër që shfaqet vazhdimisht, një takim që na lë pa fjalë, një telefonat që ndjejmë para se të vijë, një njeri që pa thënë shumë na jep qetësi, ose përkundrazi dikush që nga jashtë duket në rregull, por nga brenda nesh diçka thot kujdes. Të gjithë kemi provuar këtë ndjesi, të gjithë në një moment kemi thënë, e ndjeva, e kuptova. E dija që diçka nuk shkonte, zemra më tha, e pash në ëndër. Mu duk sikur jeta po më jepte një shenjë. Por pyetja është shumë e rëndësishme, a ishte intuit apo ishte frikë? Këtu duhet ta ndajmë. A na foli shpirti apo foli ankthi? A ishte paralajmërim i brendshëm apo një plagë vjetër që u zgjua? A ishte një shenjë e jetës apo një dëshirë kaq e madhe sa filluam të shihnim kuptimin aty ku nuk kishte qartësi? Kjo është një temë që prek çdo njeri, sepse nuk ka të bëjë vetëm me analogjinë apo astrologjinë. Ka të bëjë me jetën e përditshme. Dhe kjo do të thotë që vërtet kemi mundësinë, kemi kohën dhe vazhdimsinë mbi ato që tregon, mbi ato që zbulon dhe mbi ato që neve kërkojmë të kemi mundësinë, arsyen për të jetuar, arsyen për të rregulluar gjërat, për të arritur atje ku neve kërkojmë dhe stabilizojmë gjërat tona për jetën tonë, vazhdimsinë tonë në anën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë edhe me disa ndryshime shumë të mëdha. Brenda nesh flet vetëm një zë. Dhe kjo do thot flet intuita, por flet edhe frika. Flet shpirti, por flet edhe trauma. Flet përvoja, por flet edhe pasiguria. Flet kujtesa e dhimbjes, por flet edhe mençuria e brendshme. Dhe shpesh këto zëra ngatarrohen me njëra tjetrën. Intuita është e qetë, nuk ka nevojë të bërtas. Ajo nuk futet në panik, nuk të poshtron, nuk të çmend, nuk të bën të humbasësh kontrollin. Intuita zakonisht vjen si një dije e brendshme, e pastër, e thjeshtë. Është sikur diçka brenda teje e di edhe pse nuk e ke provuar. Nuk është gjithmonë dramatike. Shpesh është shumë e qetë, një po e brendshme, një jo e brendshme, një ndjesi që nuk shtyn në ankth, por kërkon të jesh i vëmendshëm. Frika është ndryshe. Frika të nxiton, të bën të dyshosh në gjithçka, të fut në skenar, të bën të lexosh çdo fjalë, çdo vonesë, çdo heshtje, çdo ndryshim, toni sikur është kërcënim. Frika shpesh vjen nga e kaluara, nga një tradhti, nga një braktisje, nga një zhgënjim, nga një moment kur besuam dhe u lënduam. Dhe pastaj sa herë që jeta na vendos përballë diçkaje të re, frika vishet si intuit dhe na thot: mos beso, do ndodh përsëri. Këtu duhet shumë kujdes, sepse një dashuri, për shembull, shumë njerëz e ngatarojnë me xhelozinë me intuitën. Thonë, e ndjej që diçka nuk shkon, por ndonjëherë ajo që ndjen nuk është shenjë nga shpirti, është frikë se mos humbasim dikë. Është kujtimi i një dhimbje të vjetër, është pasiguria që kërkon prova çdo ditë. Nga ana tjetër, ka raste ku zemra vërtet e ndjen që diçka nuk është e pastër. Një njeri që flet bukur, por energjia nuk përputhet. Premton, por veprat nuk janë aty. Afrohesh, por trupi yt tensionohet. Atëherë premton për veprat që nuk janë të vërteta. Ndoshta nuk është frikë. Ndoshta është intuit që thot, mos i mbyll syt. Në astrologji, kur flasim për intuitën, shohim shumë element. Shohim hënën, sepse hëna tregon botën emocionale, kujtesën e shpirtit, reagimin e brendshëm, ata që ndjejnë para se të shpjegojnë. Shohim Neptunin, sepse Neptuni lidhet me ëndrrën, ndjeshmërinë,
shpirtërore, por dhe me mjekullin, iluzionin dhe idealizmin. Shohim shtëpinë e 12 sepse ajo lidhet me të padukishmen, me nënvetdijen, me frikën dhe e fshehta, me ëndrat, me karmën dhe me atë që nuk thuhet lehtë. Shohim edhe shenjat e ujit. Shenjat e ujit, siç është gaforja, akrepi dhe peshqit, sepse ato ndjejnë shumë thellë shpesh para se të kenë fjalë për ato që ndjejnë. Por ndërita nuk është vetëm shenja e ujit. Çdo shenjë ka mënyrën e vet se si e merr mesazhin e brendshëm. Dashi e ndjen si impuls, demi ndjen në trup, binjakët marrin si mendim dhe përsëritet, gaforja e ndjen në zemër, loani e ndjen kur ndizet ose fiket drita e brendshme, virgjëresha e sheh në detaje, peshorja ndjen të ekuilibri ose mungesa e tij, akrepi kap në energji dhe në ato që fshihet, shigjetari e ndjen si drejtim, si shenjë rruge, britsjapi e ndjen kur realiteti nuk përputhet me premtimin, ujori e merr si shkëndi mendore, si zbulim të papritur, peshqit ndjen si ëndër, si val, si mesazh të shpirtit. Prandaj sot nuk duhet të flasim për intuitën në mënyrë të përgjithshme. Do të shohim më thellë, do të flasim për atë zot të brendshëm që shumë herë na ka shpëtuar nga gabime dhe për një frikë që shumë herë na ka ndaluar të jetojmë. Sepse ka njerëz që humbasin dashuri të mira nga frika. Ka njerëz që prishin marrëdhënie sepse ngatërojnë pasigurinë me parandjenjen. Ka njerëz që nuk marrin një vendim sepse ankthi i mban lidhur, por ka edhe njerëz që nuk dëgjojnë intuitën, edhe kur jeta u jep shenja të qarta. Shikojmë flamuj të kuq dhe i quajmë keqkuptime, sepse shenja në jep dhe disa ndikime të qarta. Ndihemi bosh, por thomi do rregullohet. Trupi jep alarm, por mendja i bind të qëndroj. Pra të shikojmë diçka që neve na ofrohet, por do flasim në brendësi se si neve të parandalojmë disa gjëra të tilla. Intuita vërtet nuk na kërkon gjithmonë të largohemi. Ndonjëherë na kërkon që të presim, ndonjëherë na kërkon të mos flasim më njëherë, ndonjëherë na kërkon të shohim më mirë, ndonjëherë na kërkon të mos nxitohemi në vendim dhe ndonjëherë na thot qartë: "Këtu nuk ka më paqe. Këtu nuk ka më të vërtet. Këtu duhet të ndryshojmë drejtim." Por frika, ndryshe nga intuita, kërkon kontroll. Frika do siguri absolute, do garanci, do dije gjithçka para se të ndodhë. Frika nuk e duron të panjohurën. Prandaj kur kemi frikë mund të bëhemi kontrollues, xheloz, të dyshimt, të mbyllur, të ftohtë ose të mvarur nga konfirmimi i tjetrit. Mund të kërkojmë shenja vazhdimisht. Pse nuk më shkroj? Pse po ndryshon tonin? Pse nuk kërkon dhe nuk dëshiron më që të jemi bashkë ose të bëjmë bisedime siç kemi lënë përgjithshëm? Pse vonon? Pse hesht? Pse pëlqen dikë tjetër? Pse nuk tha ato që e prisja? Këto dhe nuk janë gjithmonë intuit, shpesh janë plagë që kërkojnë qetësim. Një mënyrë e thjeshtë për të dalluar është kjo gjë. Intuita të qartëson, frika të ngataron. Prandaj mendoni mirë për diçka që thoret. Do flasim kaq shumë gjëra të tilla që nuk do lini fjalë pa lexuar dhe pa u kuptuar mirë për gjëra që ndodhin, si në punë, si në dashuri, si në njohje, si në kontrata, si në punën tuaj, e shumë gjëra të tjera, do i flasim vetëm këto. Ka dhe një dallim tjetër. Intuita nuk të poshtëron. Nëse një zë brenda teje thot ti nuk vlen, do të braktisin, askush nuk të do. Gjithmonë do të gabosh. Ky nuk është zëri i shpirtit. Kjo është plag, intuita nuk të ul. Ajo na mbron. Pra të kuptojmë disa gjëra që shpeshherë i kemi dhe në anën tonë në të mirë të mundshme, por kemi dhe zërin e shpirtit që na ndihmon në këtë aspekt. Megjithatë, kjo është një plag që duhet parë me syrin kritik. Dhe ajo që na mbron dhe mund të na thotë, mos shko atje, kujdes për këtë njeri. Prit dhe pak, kjo nuk është e vërtet, por nuk na shkatron nga brenda. Frika na e merr fuqinë, intuita na e kthen fuqinë. Kuptojeni, miqtë mi të dashur, se si ndodhin gjërat, se për disa raste neve këto gjëra i ngatrojmë
dhe prandaj flas për këtë temë kaq të rëndësishme dhe këtë temë kaq të hollësishme për gjërat juve kërkoni dhe doni, kërkoni dhe dëshironi. Nëse flasim për ëndrat, që një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj teme, ka ëndra që janë thjesht për punimi i ditës, mendime, ankth, dëshirë, por ka dhe ëndra që mbeten. Ëndra që kanë ndjesi të veçantë, ëndrat që nuk harrohen sapo zgjohemi, ëndra që na japin mesazh simbolik. Në anën astrologjike, këto lidhen më shumë me hënën, Neptunin dhe shtëpinë e 12, por dhe këtu duhet kujdes. Jo çdo ëndër është profeci. Ndonjëherë ëndra na tregon çfarë duhet kujdes. Çfarë duhet kemi nga brenda, çfarë duhet kemi brenda vetes, jo çfarë do ndodh jashtë. Nëse shohim dikën në ëndër, kjo nuk do të thotë gjithmonë se duhet të kthehemi tek ai. Mund të thotë se ka ende një ndjenjë, një plag, një mall ose një mësim që nuk është mbyllur. Shenja që na jep jeta, një tjetër pikë që njerëzit e ndjejnë shumë, një fjalë që e dëgjojmë disa herë, një njeri që shfaqet papritur, një mundësi që përsëritet, një pengesë që na ndalon vazhdimisht, një vonesë që më vonë kuptojmë se na mbrojti. Po të kuptoni kur them nga ndonjëherë, jo gjithmonë vonesa dhe problemet ose çështjet janë për të keq, ose një udhëtim ndërpritet për një arsye apo për tjetrën, dhe dëgjojmë gjëra të kundërta. Pra keni kujdes në këto gjëra, sepse ka disa çështje që duhet të kuptojmë. Fati nuk flet me shenja misterioze. Flet edhe me realitetin, flet edhe me sjelljen, flet edhe me mënyrën se si ndjehemi pas një takimi, flet edhe me paqen që kemi ose nuk kemi për momentin. Trupi është gjithashtu një instrument i fortë intuitiv. Shpesh trupi e di paramendjes. Kur jemi pranë një njeriu, trupi reagon, ose qetësohet ose tensionohet, ose hapet ose mbyllet, ose ndjehet ngrohtësi ose alarm. Sigurisht, edhe trauma jeton në trup. Prandaj duhet dalluar mirë. Nëse çdo aftësi, afërsi që na tremb, ndoshta nuk është intuit kundër atij personi, por frika nga intimiteti. Por nëse pranë një njeri konkret ose diçka që jep një alarm në anën e intuitës, ndjejmë lodhje, ankth, humbje vetvetes, atëherë ndoshta duhet të dëgjojmë diçka tjetër. Në dashuri kjo bëhet më e ndërlikuar, sepse kur duam dikë, shpesh duam të besojmë versionin më të bukur. Duam të besojmë se do ndryshoj. Duam të besojmë se ndjesia jonë është shenjë. Duam të besojmë se një lidhje e fortë nuk mund të jetë gabim. Por ndonjëherë zemra lidhet edhe me atë që lëndon. Ndonjëherë e quajmë intuit, dëshira që tjetri të jetë ai që ne ëndërrojmë. Ndonjëherë shohim shenja, sepse nuk duam të pranojmë mungesën e qartësisë. Këtu duhet guxim. Guxim për të pyetur, apo dëgjojmë shpirtin apo po dëgjojmë shpresën tonë. Po të vini re, kur them nga ndonjëherë që këtë një lidhje, flasim për dashurinë, që të ketë një gjatësi kërkon 3 muaj, 90 ditë. E keni dëgjuar shpesh besoj në televizione, e keni dëgjuar edhe në YouTube kur unë e flas këtë gjë, se këto gjëra vetëm këtu do dëgjoni, nuk i keni nga AI ose nga këto që bëjnë, domethënë i bëjnë video, s'ka lidhje me realitetin. Keni kujdes në këto gjëra se nuk ka lidhje, jo se po fleti dikush, një person që është duket se është në flet me juve, prandaj këto nuk janë, nuk ka vërtetësi në brendësi, ta kuptoni. Por gjithsesi, juve kuptoni ato që është një e vërtet në brendësi. Në vende të mëdha, në vendime që marrim, apo në metropole, në vende të mëdha nuk kemi kohë për të menduar shumë, sepse koha ecën aq shpejt dhe nuk kemi kohën edhe për të vepruar, prandaj kërkohet edhe vëmendje. Prandaj duhet pasur kujdes në këtë drejtim. Në vendime të mëdha, intuita nuk duhet të përdoret kundër logjikës, por bashkë me të. Një njeri i mençur nuk thot vetëm e ndjej, pa parë asnjë fakt, por as nuk jeton vetëm me fakte. Duke u mbyllur plotësisht zërin e brendshëm, duke e mbyllur ata, kur intuita dhe realiteti tregojnë të njëjtën gjë, mesazhi është shumë i fortë. Nëse brenda ndjen se diçka nuk shkon dhe jashtë shes sjellje të paqarta, atëherë mos e shpërfill. Nëse brenda ndjen qetësi dhe jashtë sheh vepra të qëndrueshme, atëherë ndoshta mund të besosh më shumë. Problemi fillon kur ndjesia dhe realiteti nuk përputhen
dhe ne zgjedhim vetëm atë që na pëlqen. Ktu jemi gabim. Sot do shohim këtë temë dhe për çdo shenjë veç e veç. Sepse çdo shenjë është dhe ka mënyrën e vet si e ngatëron intuitën me frikën. Dashi mund të ngatrojë intuitën me impulsin, demi me frikën e humbjes së sigurisë, binjakët me mendimet e shumta, gaforja me plagët e braktisjes, luani me krenarin e lënduar, virgjeresha me analizën e tepërt, peshorja me frikën e prishjes së harmonisë, akripi me dyshimin dhe kontrollin, shigjetari me dëshirën për shenjën dhe kuptim, britsjapi për nevojën për siguri absolute, ujori për distancën mendore, peshit me ëndër idealizëm dhe dëmshuri. Por qëllimi nuk është të trembim nga ndjesitë tona. Përkundërsi, qëllimi është të mësojmë të dëgjojmë më mirë, sepse intuita është një dhuratë shumë e madhe kur është e pastër. Ajo na mbron nga rrugë që nuk janë për ne. Na çon drejt njerëzve që kanë kuptim. Na tregon kur një cikël ka mbaruar dhe na tregon kur një mundësi duhet të marrë seriozisht. Na tregon kur njeriu është i vërtet dhe nëse nuk bën shumë shurm. Për të dëgjuar intuitën duhet të qetësojmë frikën, sepse një shpirt i mbushur me ankth nuk dëgjon qartë. Një zemër e plagosur mund të ngatarojë të tashmen më të kaluarën. Një mendje e lodhur mund të krijojë skenar. Prandaj intuita kërkon qetësi, kërkon ndershmëri, kërkon të mos gënjejmë veten, kërkon të shohim edhe brenda edhe jashtë. Kërkon të pranojmë se ndonjëherë shenja më e madhe nuk është ajo që ndodh në qiell, por ajo që ndodh në trupin ton, në paqen ton, në mënyrën se si ndihemi kur njeriu afrohet ose largohet. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm a është kjo intuita apo frikë, pyetja më e rëndësishme është çfarë po mëson. Dhe në këtë drejtim, kur çfarë po mëson kjo ndjesi për veten time, nëse kam frikë, çfarë plagë po prek kjo situatë, nëse kam intuit, çfarë të vërtet po më kërkon shpirti të shoh? Nëse po pres një shenjë, a jam gati ta dëgjoj edhe nëse nuk është përgjigje që dua? Nëse një njeri më jep alarm, a kam guxim të mos e justifikoj? Nëse një mundësi më jep paqe, a kam guxim ta pranoj? Sepse jeta flet. Jo gjithmonë me zhurmë, jo gjithmonë me fjalë, shpesh flet me ndjesi, me heshtje, me përsëritje, me ëndër, me trupin, me njerëzit që na afrohen, me dyert që hapen dhe me dyert që janë të mbyllura. Por duhet të dijmë të dëgjojmë në zemër të pastër, jo në panik, sepse problemi më i madh është paniku. Me intuitën, jo me frikën, me shpirtin të zgjuar, jo me plagët që drejtojnë jetën tonë nga prapaskena. Sot shenja dhe ndikimi më i madh është ajo çka nuk shoh dhe e bëjmë të mirëqenë se e shohim. Kjo do pasur shumë kujdes. Sepse shenjë pas shenje do shohim se cilet nga prej nesh mund të dallojë më mirë këtë zot të brendshëm. Sepse kur një njeriu mëson të dëgjojë veten, nuk bëhet i pagabueshëm, por bëhet më i vetëdijshëm. Dhe njeri i vetëdijshëm nuk zgjedh më vetëm nga frika, nga nevoja, nga iluzioni apo nga ankthi. Ai fillon të zgjell nga qartësia, nga paqja, nga e vërteta, dhe kjo është një nga format më të mëdha të lirisë shpirtërore. Nëse do të kuptojmë, kur e them dhe në emisione të ndryshme, që unë shkoj në për televizione të ndryshme, për kanale të ndryshme, kur themi nga njërë disa pyetje, a jemi vallë në lidhje me universin, a kemi të bëjmë me gjëra që kanë një ndryshim shumë të madh në anën tonë, por ka një ndikim mjaft pozitiv dhe shumë të rëndësishëm. Vini re si jemi nga jashtë, paraqitja dhe nga brenda çfarë neve mendojmë. A keni menduar në një rrallë që mund të flisi me dikë dhe në mendjen tuaj vërdalloset ose mendoni diçka tjetër? Më shkruani në inbox. A keni menduar ndonjëherë që do nisem nga Vlora, do shkoj në Tiranë, plane, do vetëm filan vend, do bëj këtë, do bëj atë, gjitha, planifikuara, dhe gjatë rrugës prishet makina, ose vonoheni, çfarë mendimi keni? Unë dua them, por juve e mendoni? Atëherë themi, planet i bëjmë, i ruajmë për veten tonë.
nuk shkojmë në kafe në njerëz, në miq, dhe flasim çfarë do bëjmë. Kur? Kjo është ajo që thot Jorgo Pulla nëpër televizione, ku planet që bëjmë brenda 4 muajve të shtëpisë me familjen nuk I nxjerrim në pazar me shitje të lirë. Madje nuk ka çmim dhe nuk shiten. Për disa që kur flisja dhe kanë folur, sepse nuk e kuptojnë, nuk u vë faj, dhe kuptojnë vetë me veten e tyre, kur thonë e ke gabim Jorgo, duhet t'i thuash miqve, shokëve, t'i hapi zemrën se çfarë ndodh në shtëpinë tënde. Atëherë më mirë pse ta kesh shtëpi. Merr një kalibe, ku dal, ra shik këtu, ik me vend tjetër, se të mbron komshiu, muhallaliu, I panjohuri, ai të t'japi gjeva për jetën tënde. Në kohë që ti ke jetuar, ke lindur vetëm, vdes vetëm, por gjatë rrugtimit që ke lindur, ke mësuar shumë gjëra nga jeta dhe nuk mund ta mohosh, ta degradosh veten tënde për gjëra që nuk duhet. Kjo do të thotë, e mendoj mirë, e mendoj keq, jam brenda mureve të mia, e rregulloj sepse e mendova, por nuk më doli ajo që dua, po prap se prap jam në lojë sepse jam vet. Tjetri nuk po mëson se çfarë dëshiron që të di prej meje, çfarë unë do bëj. Pra do të më mësoj planet e mia. Sa prej jush keni plane me zemër të pastër, keni dërguar të tjerë, keni treguar për gjëra që do të bëni dhe kur keni parë një sebeb është shpifur që s'u bë. Kishit derdje për marrë një kredie për atë biznesit do bëni, del një shkak nuk e merrni, kurse ai tjetër e ka të përfunduar. Sepse ai e mori vesh vetëm nga ti. Ai nuk e shfaqi, nuk e nxori në gazetë. Sepse nuk ka më keq. A e dini juve se reklama më e mirë është në mes njëri tjetrit të flitet, se sa ta nxjerrësh në televizionet botërore? Se fjala merr dhën, e mira dhe e keqja. Por nuk mblidhet më. Prandaj e them këtë gjë, keni kujdes. Këtu është e gjithë çështja që do flasim dhe shenjë për shenjë ndikime që kanë dhënë të mësoni dhe diçka mbi astrologjinë e vërtet. Sepse kjo është astrologjia, psikologjia e shpirtit, kjo është ajo e brendshmja e jon, të dim astrologji, planetet janë ata që na japin dhe iluzionin, na japin dhe dashurinë, dhe mshurinë, dhe shumë gjëra na diktojnë. Kurse na ndërhyjnë dhe na jep mundësinë për të jetuar, jo me pikatore, po me bollëk, është vetë Zoti që na ka prurë në të tokë, që neve të mësojmë, të jemi të mençur, të ndihmojmë, të dimë çfarë do të bëjmë dhe letër me vlerë për të jetuar deri atëherë sa është e shkruar. Tani, para se të filloj me parashikimin e kësaj teme kaq të rëndësishme mbi 12 shenjë zodiakale, kush ndikohet më tepër dhe çfarë duhet bëjmë, unë ju rikujtoj se vetëm tek astrologu.al do t'i gjeni këto tema më të detajuara, sepse unë I marr pak a shumë, sepse po të flasim për këto temë ne duam 3 orë, 4 orë. Por marr pikat kryesore, të kuptoni diçka, kurse nëse keni kohë dhe durim, e keni astrologu.al, atje mund të lexoni nga të gjitha gjërat, të bëni mësues të vetvetes. Jo t'ju mësojnë të tjerët, mësoni vetveten tuaj. Sepse edhe neve kemi qenë fëmijë, kur ecnim kamadoras, u rritëm me ndihmë e familjes dhe jo të tretëve. Kuptojeni këtë. Dhe mendjen në edhan aty ku neve në ra koka, aty ku neve u rritëm. Dhe nuk në edhan komshit dhe mhallalint. Shikojeni dhe këtë gjë. Dhe për ata që janë paka shumë skeptik dhe duhet të tërgojnë të gjitha në popull në markat, në treg, dhe t'i shesin. Por Jorgo thot, gjëja jote më e shtrenjtë, që është shpirti, është familja, është ajo që ti e ke më të mbrojtur në 4 muaj të shtëpisë, është në kasafort që qelsi është hedhur në lumë, vetëm një qelës që e ka vetë personi. Për juve që e kërkoni dhe doni një diçka më të detajuar mbi familjen tuaj, mbi martesat, kur janë shkoha, kur është momenti, data e martesës dhe e fejesës,
Një njohje, a ka jetë gjatësi apo jo? A do jeni si shok, si miq, apo do jeni diçka tjetër që do kërkoni në anën shoqërore, dashurisë, një dashuri dal ku dal. E keni të gjitha aty. Nëse nuk ke gjini veten aty në ato paketa, atëherë shkoni tek sekretaria. Ai butoni që shkoni ai vogli, ja shikoni atje. Atje dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim në WhatsApp. Ku WhatsAppi është afishuar në Facebook, në atë faqe aty, në të gjitha që ve keni dhe i merrni në detaje. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me një shenjë mjaft ndikuese, konkuruese në treg, konkuruese në jetë, konkuruese në çdo aspekt. S'kemi që të bëjmë, sepse Marsi bën çuditëra dhe Marsi na jep lehtësira. Guvernatori Dashit për ju të shenjës së Dashit ka diçka ku janë shumë gjëra që lidhen me aktualitetin, lidhen me gjëra shumë të mëdha. Nga njëra anë na mëson ndryshimin dhe vendimin, kurse nga ana tjetër rregullin dhe pastërtinë. Për sa përket Dashit, Dashi nuk është se ka diçka problem ose lidhet me çështjet aktuale, por lidhet me kuptimin e gjërave të mëdha që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimin, ka të bëjnë dhe me vendimin që marrin. Por gjithashtu është një mundësi, është një kohë ku çdo gjë është e mbarë, por sa juve jeni gati, ti përgjigjeni kërkesave që juve keni dhe doni të rregulloni, stabilizoni gjërat e juaja. Për sa përket kësaj shenje, me qenë se Dashi do thotë intuita apo impulsi, kur zemra nxiton dhe shpirti kërkon të dëgjohet. Për Dashin dallimi mes intuitës dhe frikës është shumë i veçantë, sepse Dashi është shenjë zjarri, shenjë veprimi, shenjë që nuk pret gjatë. Kur Dashi ndjen diçka zakonisht, do ta bëjë me një herë, pra është për shpejtimi. Nëse i pëlqen dikush, afrohet. Nëse diçka e shqetëson, reagon. Nëse ndihen se një rrugë është e mbyllur, kërkon derë tjetër. Dhe pikërisht këtu fillon prova e tij. Apo flet intuita, apo po flet impulsi. Dashi shpesh e ndjen zërin e brendshëm si një shkëndi të menjëhershme, një po e shpejt, një jo e fortë, një dëshirë për të hyrë në veprime pa shumë analiza. Ka raste kur kjo është dhuratë e madhe, sepse Dashi ka instinktin e fortë. Ai e kupton shpejt kur diçka e thërret. Ka guxim të ndjek atë që ndjen. Nuk qëndron pafund në dyshim. Nuk pret gjithmonë miratimin e të tjerëve dhe shumë herë pikërisht ky instinkt e çon drejt mundësive që të tjerët do t'i humbasin nga frika. Por jo çdo nxitim është intuit. Kjo është fjala që Dashi duhet ta mbajë mend. Sepse ndonjëherë ajo që duket si zëri i shpirtit është thjesht padurimi. Ndonjëherë është ego e lënduar, ndonjëherë është zemrim, ndonjëherë është dëshirë për të fituar, ndonjëherë është frika se mos humbet një mundësi, një njeri, një garë, një vend dhe atëherë Dashi mund të marrë vendime shumë shpejt, pastaj dhe thotë, e ndjeva, por në të vërtet nuk e ndjeu shpirti, e shtyu adrenalina. Kur është adrenalina, na prish Terezin. Në dashuri kjo bëhet shumë e fortë. Dashi mund të ndjejë një tërheqje të menjëhershme dhe ta quaj shenjë, një shikim, një kimi, një energji, një tension. A mund të mendoj kjo nuk është rastësi? Dhe ndonjëherë nuk është, por duhet të pyes. A është kjo intuita apo thjesht pasion? Apo me flet zemra apo më ndes sfida? A e dua këtë njeri apo më tërheq fakti që nuk është e lehtë për të fituar? Dashi duhet të ketë kujdes veçanërisht ku dikush e provokon. Sepse kur kemi disa gjëra që neve na ndikon ose duam që ta arrijmë në finish, neve nuk e pyesim veten dhe këtu bëjmë gabim. Bëjmë gabim sepse çdo gjë
ndodh për një arsye. Çdo gjë arrihet fal ndryshimit dhe kuptimit të jetës mbi atë çka neve kemi, çka neve ndryshojmë dhe gjykojmë. Mirësi nuk ka, por lumaj që e ka. Juve të kësaj shenje, sado që mendoheni shumë, rregulloni disa gjëra, dhe kjo bën që tani për tani jeni pak të mbyllur me të drejtën tuaj, sepse shumë gjëra nuk u arritën aty ku duhet, por u arritën diçka në lidhje me punën, në lidhje me gjëra që ndikohen, me gjëra që realizoni, por megjithatë është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka jam, asaj çka dua dhe asaj çka unë realizoj. Megjithatë, edhe pse juve i keni mundësit për të bërë zgjidhjen e duhur në anën tuaj, atëhere mundoni që t'jeni korrekt. Mundoni që t'jeni aty ku dëshironi, që të arrini në finish për shumë gjëra që juve ju kërkohet nga jeta dhe nga vendimet që juve do të merrni. Megjithatë, është një mundësi dhe një kohë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në ato që bëni. Jo çdo gjë që kërkon betejë, por intuita lufton. Mesazhi për dashin është ky: dëgjoje instinktin tënd, sepse është i fortë, por mos e huaj çdo impuls intuit. Mos merr vendime të mëdha kur je i zemëruar, i provokuar, i plagosur ose i ndezur nga pasioni. Jepi vetes një moment qetësie dhe pyet: apo veproj sepse e di, apo sepse nuk duroj dot të pres? Intuita jote më e pastër nuk të shtyn të shkatrosh për të provuar forcën. Ajo të tregon kur duhet të shkosh, kë duhet të zgjedhësh, në çfarë duhet të largohesh dhe cilët betejë nuk ja vlen ta nisësh fare. Sidomos puna, kontrata, e kam të domosdoshme një punë dhe dua ta bëj, dhe merrem mbas asaj që unë di ta bëj mirë. Ti vërtet ta bësh mirë, por për këtë e ke menduar që ti nuk të del ajo që juve djersa jote nuk të arrin për atë që ti do të bësh, sepse bën shumë dhe s'merr atë që kërkon. Prandaj duhet me këmbë tokë, jo në ajër. Në dashuri, lidhu me atë që ty intuita jote ta ofron, jo të provon. Dhe lëri kohë vetes të kuptosh pse je me tjetrin. Ajo që unë mund t'ju them, mundësia është me peshore dhe gafore. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është një shenjë që për momentin ka diçka shumë të madhe, dhe kjo do të thotë në anën më të mirë të mundshme, që do të thotë demi në anën e vet, do të thotë demi ku kërkon rrugtimin e vet, kërkon mundësinë dhe kohën e duhur për gjëra të mëdha. Dhe megjithatë, kjo periudhë është një periudhat më ndikuese, më rrezatuese për juve të kësaj shenje. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë është e juaja dhe sado të tretët flasin, për juve është çështje kohe. Për sa përket juve të kësaj shenje, duket se intuita apo frikë, kur trupi flet para mendjes dhe shpirti kërkon siguri, për demin intuita nuk vjen gjithmonë si mendim i madh, apo si zë dramatik i brendshëm. Shpesh vjen përmes mendjes. Një qetësi pranë një njeriu që mendon, gjykon, rregullon. Një ndjesi sigurie kur dikush flet. Përkundrazi, një tension i çuditshëm të jep fakte që ti duhet të jesh i vëmendshëm e vëmendshme. Demi ka një instinkt shumë të fortë për sigurinë. Ai e ndjen ku diçka është e qëndrueshme dhe kur diçka nuk ka bazë. Mund të mos flas më njëherë, mund të mos reagoj shpejt, por brenda e regjistron. Kur një njeri nuk është i sinqert, kur një situatë nuk ka stabilitet, kur një premtim nuk ka peshë, demi shpesh e ndjen. Jo gjithmonë me fjalë, me shumë si ndjesi. Këtu diçka nuk më qetëson. Por prova e madhe për demin është kjo: a është intuita apo është frika nga ndryshimi? Sepse demi nuk ka krijuar një siguri apo një zakon që lidhet me jetën, lidhet me vendimin e madh që ka të bëjnë ose me kohën e duhur për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave, për sa i përket arsyes, për sa i përket mundësisë, për sa i përket kohës. Por megjithatë, edhe kur shpirti e thotë se diçka po funksionon
nuk po funksionon ashtu siç duhet, po funksionon me frikë, atëherë mos se prish, mos ndrysho, sepse brenda shpirtit tënd të tjerët e kuptojnë dhe largohen. Por ti mos i jep ushqim një gjëje negative. Shikoje, rregulloje, stabilizoje, sepse intuita nuk të gabon. Kjo do thotë që ndoshta është intuita që thotë kjo siguri nuk është më jetë, por është problem. Zgjidhe tani. Mos shiko se çfarë mund të humbasësh, por shiko çfarë fiton. Se nuk është çështje kohe të thosh un kam 5 vjet, kam 3 vjet me këtë person ose kam të kontratë, pse të më prishë mu Terezinë dhe unë do luftoj për të. Kohë e humbur. Ajo që kohë e humbur do jetë për ata kur të largohesh ti, jo ti të luftosh për diçka që nuk është e jotja. Dhe ke bërë shumë, do të ishe larguar më përpara. Prandaj këtu ke kujdes. Ka ana tjetër Demi ka diçka shumë të madhe, sepse edhe mundësinë dhe kohën, ndryshimin dhe vendimin e merr në një farë mënyre në lidhje me mesazhin. Sepse ndikimi që ka kur Demi e ndjen këtë, intuita e thotë këtu ka tokë. Por nëse ndjen vazhdimisht pa siguri, edhe pse përpiqet ta bin veten, gjithçka është mirë, duhet ta dëgjoj atë sinjal. Dhe kur intuita jote jeton shumë, dëgjoje, por mos e ngatro me frikën për të humbur sigurinë. Jo çdo ndryshim është rrezik, jo çdo njohje është e mirë, jo çdo pritje është durim. Pyet veten, a më jep kjo situatë paqe të vërtet apo thjesht më mban në një vend që e njoh? Sepse shpirti yt nuk kërkon vetëm siguri, kërkon dhe jetë, dashuri, vlerë dhe një tokë ku zemra jote të mos mbijetojë, por të lulëzoj. Vjen tek një tjetër, edhe pse ka ndikime të tjera, Demi do të thotë që me Bricapin dhe me Virgjëreshën është e tija, por këndet janë ata që ju japin mundësinë dhe vullnetin për bashkimin e energjive. Vjen tek shenja radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se kanë mundësinë ku do të thotë intuita apo mendimet të tepërta. Kur mendja flet shumë dhe shpirti kërkon qartësi, është ajo çka bën. Për binjakët intuita shpesh nuk vjen si një gjësi e qetë e zemrës, por vjen si kuptim për jetën. Dhe kjo do të thotë që binjakët e kanë mundësinë dhe kohën, por dhe ndryshimin e madh që vjen drejt tyre. Megjithatë, është një moment mjaft pozitiv. Por kur është provë e madhe, që do të thotë a është intuita apo është mbi ngarkesa mendore, binjakët mund të mendojnë kaq shumë, sepse ata e kanë dhuratë të madhe, të kapin atë që të tjerët nuk e vënë re. Pra, binjakët janë shenja ajri, të sunduar nga Mërkuri. Prandaj bota e tyre e brendshme punon me fjalë, informacion, sinjale, lidhje mendore dhe komunikim. Prandaj kjo është dhuratë shumë e madhe nga universi dhe nga vetë robi. Binjakët mund të mendojnë kaq shumë në momente që dëgjojnë, rregullojnë, startojnë. Sepse ndikimi më i madh në dashuri kjo është shumë e dukshme. Binjakët mund të pyesin veten, pse nuk më shkroi si dje? Pse përdori këtë fjalë? Pse ishte online dhe nuk më foli? Pse tha mirë dhe jo shumë mirë? Këto detaje ndonjëherë tregojnë diçka, por ndonjëherë janë vetëm mendime që shëmohen nga pasiguria. Dhe kur mendja fillon të varpojë, pafund intuita humbet mes zhurmës, prandaj keni kujdes. Intuita e vërtetë tek binjakët është më e thjeshtë se sa analiza. Ajo nuk ka nevojë për 100 prova, nuk vjen si problem nga ndikimi dhe personalitetet të ndryshme. Nuk të lodh deri në pagjumësi, por ndikimi më i madh që është përputhshmëria, ndikimi, puna dhe karriera. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë vazhdimsi. Mesazhi për binjakët është ky: mendja jote është dhuratë, por mos e lejo të bëhet burg. Dëgjo detajet, por mos e mbyt ato. Vëzhgo fjalën, por shiko edhe veprime. Mos e quaj çdo analizë intuit, mos e quaj çdo frikë sinjal. Intuita jote më e pastër vjen kur mendja qetësohet, mjaftueshëm për të dëgjuar një të vërtetë të thjeshtë. Nëse diçka është e vërtetë, nuk ka nevojë të lodhet pafund, dhe nëse njëri e do të qartë, nuk do të lërë të jetoj vetëm duke dëshifruar mesazhet. Ndikimi më i madh, ana ekonomike apo ndryshimet të mëdha që keni në puna të ndryshme, përdorni intuitën tuaj, si lidhjet që kanë bënë me ujor dhe peshore. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet flitet shumë dhe intuita është shumë e zhvilluar për arsye të guvernatorit që është ndikimi i hënës,
Kjo do thot gaforja. Intuita apo frika, ndikimi më i madh që lidhet shumë nga humbja, kur zemra ndjen shumë dhe shpirti kërkon siguri, është diçka shumë e madhe mbi analizat. Për gaforet intuita është nga dhuratat më të forta. Ai nuk ka nevojë gjithmonë për prova, sepse shpesh ndjen kur një marrëdhënie ftohet, e ndjen kur një njeri nuk është i mirë. Dhe nëse ai thotë jam mirë, e ndjen kur një shtëpi ka paqe dhe kur ka tension. Gaforja ka një radar emocional shumë të hollë, sepse është shenjë uji dhe drejtohet nga hëna. Hëna kuptojmë shumë kur hëna ëndrat, kush janë ëndrat që ndikohen në univers dhe universi çfarë sinjalesh na jep neve kur është hëna 1/4 e hënës, 1/3, kur është hëna e re dhe hëna një ditë para hënës plot dhe 30 minuta para hënës së re. Ka një kuptim. Kjo është ajo pra që duhet kuptojmë, sepse jeta është llogari. Jeta janë shifra. Nëse neve kuptojmë që do të thotë jetë, kemi kuptuar qetësinë, kënaqësinë dhe vazhdimsinë e jetës. Jeta është lumturi. Pasiguria gjithmonë do të jetë mbi jetën dhe lirinë, por si ta mposhtin pasigurinë me vepra, jo me fjalë. Sa më pak të flasim dhe sa më shumë të dëgjojmë, kemi krijuar një bllokim shumë të fortë ku edhe tërmeti 12 ballë shtëbjeri nuk e prish kurrë. Mbajini mend këtë fjalë nga Jorgo Pulla, por të gjitha shenjat. Ndikimet dhe problemet që kemi të bëjmë kur lind pyetja apo flet intuita apo flet frika se mos humbas dika, kjo është ajo çka neve themi gjithmonë që le ta humbim. Kur nuk është në gjendje ai të përballet me të drejtën tonë. Me gaforën, ku gaforja gjithmonë, unë e kam thënë dhe themet madhe sepse gjëra që është e provuar dhe duke ditur dhe me shifra, nuk ka nevojë ta riprovoj ose të bëj testin e dijes. Ka më shumë dije të t'jap dhe ty dhe mu dhe tjetrit. Është gafore e vetmja që ndryshon shumë gjëra. Mesazhi për gaforën është pikërisht ky. Intuita jote është e fortë, por mos e lër frikën e humbjes të flas në emër të saj. Kur ndjen diçka, mos u trembe një herë. Pyet veten, a është kjo ndjesi e qetë dhe e qartë apo është panik? Apo më flet shpirti, apo më flet një plagë e vjetër? Dëgjoje zemrën, për mos u bë rob i ankthit. Sepse intuita jote me e pastër nuk të bën të kapesh mes njerëzve nga frika. Ajo të mëson ku ka dashuri të vërtet, ku ka siguri, ku ka shtëpi dhe ku duhet të mbrojë zemrën tënde dhe më shumë dinjitet. Dashuria munguar, gaforja për me të gjithë, është universal, është një çelës universal që jap shumë dyer. Por vallë këto dyer, duhet pasur kujdes sepse një çelës ka ato dyer që hapen. Por duhet pas kujdes sepse humbja i çelës humbin dhe mbyllin gjithë dyert. Kjo do thot kujdesi, do thot realiteti. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që starton, rregullon, kupton mbi intuita apo krenaria e lënduar, kur zemra kërkon të shkëlqej dhe shpirti kërkon të dëgjohet. Këta janë luanët. Përse përket luanëve? Luanët, intuita lidhet shumë me zemrën. Luani e ndjen shpejt kur njëri jep dritë, kur një situatë frymëzon, kur një vendim e bën të ndihet më i gjallë. Ai ka ndjesi të fortë për atë që ngre, për atë që nderon, për atë që jep gëzim. Kur luani është në kontakt me intuitën e tij të pastër, ai e di ku ka jetë, ku ka dashuri, ku ka respekt dhe ku zemra e tij mund të hapet pa u zvogluar. Por sfida e madhe për luanin është kjo. Apo flet intuita, apo flet krenaria e lënduar. Sepse luani e ndjen shumë fort kur nuk vlerësohet, kur nuk shihet, kur nuk e respektojnë, kur dikush ja ul rëndësinë. Dhe në ato momente, zëri brendshëm mund të përzihet me egon e plagosur dhe mund thotë: largohu me njëherë, mos fol më, tregoju kush je, mos lejo askënd të prek. Donjëherë kjo është mbrojtje e nevojshme, por donjëherë është vetëm krenari ku nuk do të pranoj se zemra u lëndua.
Luani ka një intuit të fortë, shumë të fortë madje, intuit për dashurinë e sinqertë. Ai ndjen kur dikush e admiron, kur dikush dëshiron dhe adhuron. Në dashuri shenjat e zjarrit, sidomos Luani, kërkon të ndihet i zgjedhur. Ai do ngrohtësinë, vëmendjen. Por Luani mund të ndjejë menjëherë si alarm. Pyetja është, a ka vërtet diçka që nuk shkon, apo thjesht zemra ime kërkon më shumë siguri dhe vëmendje? Por mesazhi për juve është dhe mbetet që zemra jote e di ku ka dritë dhe ku ka errësirë. Dëgjoje. Por mos ngatërroj intuitën me krenarinë e lënduar. Mos merr vendime vetëm sepse u ndjeve i pavlerësuar për një moment dhe mos qëndro aty ku vazhdimisht duhet të provosh se meriton dashuri. Intuita jote më e pastër nuk të kërkon të bësh dram, të kërkon të kthehesh në dinjitetin tënd, tek zemra jote dhe tek njerëzit që nuk e duan vetëm shkëlqimin tënd, por din të respektojnë edhe shpirtin që fshihet pas ti. Kuptojeni me pak fjalë çfarë është për çdo shenjë dhe të kuptoni veten tuaj ku doni të arrini. Dashuria tek luanët lidhet shumë me shenjat ajri. Me luanin, me peshore, me binjakët kanë indikim shumë të madh dhe i mundësi të paarritshme. Por kjo varet në individ, pastaj varet në planetet ku janë planetet e luanit, janë tek ujori, janë tek binjakët, janë tek peshoret, pra ka diçka tjetër që mund të ndryshojë shumë gjëra në jetë në përditshmëri. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është shenjë toke, është shenjë ndryshimi dhe thotë që intuita apo analizë tepërt. Kur detajet flasin dhe mendja kërkon prova për gjithçka, këto janë të shenjës së Virgjëreshës. Për sa përket Virgjëreshës, do të thotë çfarë kuptojmë mbi këtë gjë. Për Virgjëreshën intuita e rrallë vjen në ndjesi dramatike. Ai vjen nëpërmjet detajeve. Një fjalë që nuk përputhet, një sjellje e vogël që ndryshon, një mungesë korrektësie, një premtim që nuk mbahet në mënyrë të çuditshme. Komunikimi, Virgjëresha e kap atë që të tjerë shpesh e kalojnë pa vëmendje, sepse ajo ka sy për hollësinë, për ndikimin, për funksionin dhe për ato që nuk funksionojnë. Kjo është një dhuratë e madhe. Virgjëresha mund të ndjejë shumë shpesh kur diçka nuk është në vendin e vet. Mund të kuptojë kur një njeri nuk është i pastër. Në qëllime kur situata ka mangësi, kur një marrëdhënie kërkon më shumë kujdes, kur një vendim nuk është i menduar mirë. Intuita e saj shpesh flet përmes vëzhgimit. Ajo nuk thot gjithmonë e ndjej, por thot diçka këtu nuk më del. Por prova e madhe për Virgjëreshën është kjo. A është intuit apo është analizë e tepërt? Sepse ka të drejtë në fakt për sa përket Virgjëreshave, dhe mesazhi për atë është se intuita jote është e fortë sepse di të shoh detajet, por mos lejo që detajet të bëhen burg për gjëra që doni të bëni juve ose të mbylleni në vetvete. Jo çdo gabim është shenjë rreziku, jo çdo përsosmëri është arsye për t'u tërhequr, dhe jo çdo analizë është zë i shpirtit. Pyet veten, apo më qartëson këto mendime, apo po më lodhin, sepse intuita jote më e pastër nuk të kërkon të kontrollosh gjithçka, të kërkon të dallosh çfarë është e shëndetshme, çfarë është e vërtetë dhe ku nuk duhet të vendosësh kufi pa humbur butësinë e zemrës tënde. Kurse dashuria duket se ka të bëjë shumë me shenjat e ujit, me peshqit, megaforën dhe akrepët, por më shumë janë me peshqit, si tek peshqit kanë një farë kuptimi dhe një farë ndryshimi mbi zotësinë dhe rregullin e tyre. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e rregullit e pastërtisë, e vendimit dhe ndryshimit, ku do të thotë intuita apo frikë nga prisha e harmonisë, kur zemra kërkon ekuilibër dhe shpirti kërkon të vërtetën, që këta janë peshoret. Që ja them gjithmonë është kripa dhe piperi. Për peshoret, intuita shpesh vjen përmes ndjesisë së ekuilibrit. Ajo kupton kur marrëdhënia, kur harmonia, ndryshimi që lidhet me bukurinë e jashtme. Por prova e madhe për peshoren është kjo, a është intuit apo frikë nga prishja e harmonisë, sepse peshoria dëshiron gjithmonë paqe. Në dashuri kjo bëhet shumë delikate. Peshori mund të ndjejë shumë marrëdhënie kur janë në barazi dhe në maturi. Por jo çdo heshtje është maturi. Ndonjëherë heshtja është frikë. Intuita e vërtetë e peshores thotë, këtu nuk ka drejtësi. Frika i thotë, mos fol se do prishet lidhja. Intuita thotë,
kjo situatë nuk është e barabartë. Frika thot, më mirë prano pak më pak, se sa të mbetesh vetëm. Dhe këtu peshorja duhet të bëhet shumë e sinqert me veten. Kuptoje. Pra, kur them gjithmonë unë që djalli, shejtani, fle në germat e imta. Dhe më mirë pak e sakt, se sa shumë e përlum. Dhe këtu varen shumë gjëra. Frika të bën që ti të marrësh diçka ku ti mund mos marrësh asgjë dhe të arrish aty ku ti dëshiron me veten tënde, me sinqeritetin tënd, do jesh përpara dhe jo mbrapa. Gjithashtu, ndikimi më i madh dhe mundësia që lidhet shumë dhe momenti që ka të bëjnë me anën tuaj, do thot mesazhe kuptim plot, ku intuita jote nuk të kërkon gjithmonë të ruash paqen, ndonjëherë të kërkon të thuash të vërtetën, mos e ngatro harmoninë me heshtje, as diplomacinë me frikën, as dashurinë me nevojën, por qenë i zgjedhur në çdo kusht. Pyet veten, a kam vend në këtë marrëdhënie? A ka barazi? A mund të flas pa frikë, sepse intuita jote më e pastër nuk të çon drejt lidhjeve që duken bukur vetëm nga jashtë, të çon drejt marrëdhënieve ku bukuria, respekti e vërteta qëndrojnë bashkë dhe më tepër bukuria e shpirtit që them unë. Mos e shiko tjetrin në aparenca. Mos e shiko të bukur, diçka shumë ideale, po shikoj nga brenda. Nga brenda do thot puna, do thot fjala, do thot mënyra se si sa pesh ka fjalë saj, fjalë ti që ti ta thot. Në mënyrën se si ta thot. Kuptimin, sepse mund flasësh shikin gjëra dhe mos flasësh asgjë. Dhe në fund po të bësh një analizë, nuk ka asgjë brendësi. Dashuria, përsa përket kësaj shenje, ku lidhet shumë me shenjat e zjarrit, por më tepër si pikë reference ka shenjën e dashit. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që stabiliteti, ndryshimi, vendimi që merret mbi atë që kërkohet është ndikimi që do thot intuita apo dyshim, ku shpirti kap të fshehtën dhe frika kërkon kontrollin, që janë shenjës akrepve. Akrep të dashur, intuita është një nga armët më të forta. Ai nuk dëgjon vetëm fjalët, ai dëgjon energjinë pas fjalëve. Nuk sheh vetëm ato që tjetri tregon, sheh dhe ato që tjetri përpiqet të fsheh. Çfarë kam thënë unë për akrepët? Ju e dini, dhe kënaqësia ime e veçantë që është, që thoni po, që të falenderosh pak, dhe jam burgjëri ndaj juve. Por të dini ta keni parasysh vetë, sepse unë kam thënë këtë dhe them me të madhe që akrepët flasin me sy dhe jo me fjalë. Ndikimi më i madh, akrepi mund të ndjejë ku dikush nuk është i sinqert. Ka një marrëdhënie, ka diçka të pathënë, ka një premtim, nuk ka shpirt, ku një buzëqeshje fsheh një të vërtet tjetër. Kjo është dhuratë e madhe për akrepët. Ka një radar të brendshëm, por të fshehtë. Ai e ndjen tradhtin para se të dalë në sipërfaqe. Ai e ndjen manipulimin, e ndjen energjinë e rëndë, e ndjen ku dikush po luan me të vërtetën, por pikërisht sepse ndjen kaq thellë, prova e tij është shumë e vështirë. Është intuit apo është dyshim i lindur nga frika? Jo nga frika, por nga ndryshimi. Sepse akrepi nuk ka frikë nga sipërfaqja. Ai ka frikë nga humbja e kontrollit, nga tradhtia, nga poshtërimi, nga dorëzimi i emocionit në njëri tjetrën dhe mund t'i lëndojë. Dhe kur kjo frikë zgjohet, ai mund të fillojë të kërkojë shenja kudo. Një heshtje që bëhet alarm, një vonesë bëhet dyshim, një ndryshim i vogël sjell disa prova që mos bëhet e madhe. Dhe pastaj mendja e akrepit fillon të gërmojë, të analizojë, të kontrollojë, të testojë, më tepër se kompjuteri. Intuita e vërtetë e akrepit është e thellë, por e qartë. Ajo thotë, këtu ka diçka që nuk është e pastër. Frika thotë mos beso askënd. Intuita thotë shiko më mirë. Frika thotë kontrolloj gjithçka. Intuita thotë mbroje veten me dinjitet. Frika thotë mos u hap sepse do të tradhtojnë. A imagjinoni tani se sa peshë, sa vlerë kanë çdo shenjë me veten e vet? Pra këto janë ato temat më të rëndësishme dhe gjëra që neve themi mbi kontrollin, mbi ndryshimin, mbi ato që ne themi dhe ka të bëjnë me jetën. Në dashuri, ky dallim është vendimtar. Akrepi mund të dashurojë shumë thellë, por kur dashuron bëhet edhe më i ndjeshëm ndaj rrezikut.
Nëse ndjen se tjetri po largohet, mund të mos pyes drejt për drejt. Mund të vëzhgoj në heshtje. Dhe kjo është forca, kjo është realiteti. Kur nuk lë veten pasdore mbi kuptimin e jetës së brendshme. Mesazhi për akrepin nga Jorgo është ky. Intuita jote është shumë e fortë, por mos lër frikën e tradhtisë ta kthej në dyshime të përhershme. Dëgjoj energjinë, por shiko dhe fakte. Mos injoro sinjalet e vërteta, por mos krijo gjëra që të mbyllin në vetvete. Çështje emocionale apo plagë të vjetra. Pyet e veten. Apo më flet e vërteta, apo më flet frika? Se mos përsëritet dhimbja. Intuita jote më e pastër nuk kërkon të kontrollosh gjithçka. Të kërkon të dallosh ku ka sinqeritet, ku ka manipulim, ku duhet të hapesh dhe ku duhet të largohesh me forcën e heshtur pa humbur veten në errësirën e dyshimit dhe të jetës së vazhdimësisë. Ndikimi më i madh që kanë bënë me shenjat e tokës, ku janë akrepët, siç është Demi, Virgjëresha dhe ndikimi i briqatëve. Por më tepër ka ndikim tek Demi sepse ka përballë dhe pastaj ka vënë shenjat e tjera, në ku janë planetet dhe kuptimi i tyre. Vijojmë tek shenjë tjetër tani, tek një shenjë mënyre, mundësie, kuptimi dhe rregullimi, që këta janë shigjetarët. Intuita apo dëshira për t'u larguar, ku shpirti kërkon kuptim dhe kërkon ndryshim. Mënyra dhe mundësia është vetjeta, koha dhe veprimet e ndryshimet e mëdha që janë në anën tuaj më të mirë, janë në kohën tënde më të mirë, por në lidhje me çështjet dhe vendimin që merret në anën tuaj. Por periudha që kanë bënë mënyra dhe mundësia në lidhje me atë çka jam, atë çka dua dhe kërkoj. Jo gjithmonë si zë i brendshëm i qetë, as si analizë gjatë, por si një ndjesi që duhet të shkoj atje. Duhet ta provoj këtë, duhet të hap një derë të re. Shigjetari është shenjë zjarri e drejtuar nga Jupiteri. Prandaj e ndjen jetën si udhëtim, si horizont, si kuptim, si besim, se diçka më e madhe pret përpara. Ai ka një intuitë të fortë për mundësitë. Mund të ndjejë kur një rrugë po hapet, kur një takim është i rëndësishëm. Por provë e madhe për shigjetarin është kjo. A është intuit apo është thjesht dëshirë për t'u larguar? Sepse shigjetarët gjithmonë e kanë diçka ndryshe nga ç'e mendojnë. Por gjithsesi, dashuria është shumë e rëndësishme për shigjetarin ku mund të tërhiqet dhe kur mund të qëndrojë. Sepse ai duhet të pyes, a më thërret ky njeri sepse është vërtet e rëndësishëm apo sepse përfaqëson një arratise nga diçka që nuk dua ta shoh. Mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria. Intuita është shumë e fortë. Sepse liria pa drejtim mund të bëhet humbje energjie, prandaj ju e keni këtë mundësi dhe ta rregulloni. Mesazhi për shigjetarin është ky. Dëgjoje zërin që thërret drejt horizontit sepse shpesh ai zë të çon në rrugën tënde, por mos ngatërroj intuitën me nevojën për të ikur sa herë kjo jetë është ndikimi dhe mundësi që të bëhen serioze. Mos e quaj liri çdo largim dhe mos e quaj fat çdo aventurë. Pyet veten, apo shkoj drejt kuptimit apo largohem nga përballja. Intuita jote më e pastër nuk të çon vetëm diku larg, të çon diku ku shpirti yt rritet, ku e vërteta ka vend, ku liria nuk është arratisje, por zgjedhje e ndërgjegjshme. Mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia është një nga mundësitë më të arta për juve të shenjës së shigjetarëve. Dhe shigjetarët nga njëra anë kanë lidhje shumë me shenjat e ajrit, edhe se kanë përballë, po kanë edhe kuptimin e jetës së tyre. Sepse Jupiteri, ku është guvernatori juaj, jep, zmadhon, rregullon, starton, shikon çdo gjë me lupë dhe nuk gabon kollaj. Lidhjet që kanë bënë binjak, peshore dhe ujor janë ana pozicionit planeteve, por gjithashtu kjo varet në individ, pastaj varet edhe ku janë planetet. Por si kanë vështrim dhe mundësi është pikërisht kjo. Shkojmë tek shenja e radhës, një shenjë që vërtet ka ndikime shumë të mëdha, sepse intuita apo nevojë për kontroll. Kur realiteti flet dhe shpirti kërkon siguri, është mënyra, është mundësia dhe realiteti i ndikimit të madh dhe i pozicionimit të saj. Megjithatë, për principin intuita nuk vjen gjithmonë si gjësi mistike, ëndër po parandjej. Dhe ajo është ndikimi, mundësia dhe prova. Prandaj intuita e principit është shumë e lidhur me pyetjen, a është kjo e qëndrueshme? A mund të ndërtohet diçka këtu? A është ky njeri serioz? A ka kjo rrugë të ardhme? Një biznes, një karrierë, duke bërë një hulumtim të thellë dhe duke studiuar mirë, atëherë unë mund të futem kësaj pune
sepse di shumë mirë ku do dalë. Po, e thot intuita, e thot zemra, apo e thot dëshira dhe ajo çka ti ke në brenda domosdoshmëria. Vërtet domosdoshmëria është një diçka mund të keni vlerë akoma më tepër, por kur je domosdoshme diçka do ta bësh derisa të arrish atë që kërkon. Por megjithatë, mundësitë janë të mëdha në këtë aspekt. Intuita, nevoja, kontrolli, mundësia dhe vendimi. Për sa i përket mesazhit për bricapin, është pikërisht ku do thotë që intuita jote është e mençur, sepse sheh realitetin. Dëgjoje, por mos ngatëro me frikën për humbur kontrollin. Jo çdo gjë që nuk është e garantuar është e rrezikshme. Jo çdo emocion është dobësi. Jo çdo hapëri është gabim. Pyet veten, apo flet përvoja dhe mençuria apo po flet frika se mos lëndohem. Intuita jote më e pastër nuk të mbyll në mur. Të mëson të ndërtosh me kujdes, të zgjedhësh me përgjegjësi dhe të hapësh veten aty ku koha, veprat, respektet tregojnë se ja vlen. Mënyra dhe mundësia, dashuria, duke se me shenjat e ujit keni një lidhje karmike, siç është me gaforet, siç është me akrepët, siç janë dhe me peshqit. Pra, kanë diçka në brendësinë e tyre që juve ju jepet mundësinë mbi 70% të njerëzve kanë një lidhje të tillë në një studim që bëhet shumë kohë përpara, por dhe mundësitë janë të arta. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ndryshon dhe rregullon, që do të thotë intuita apo distancë emocionale. Kur mendja sheh përpara dhe shpirti kërkon të mos fshihet pas ftohtësisë, që këta janë ujorët. Për ujorët, intuita shpesh vjen si shkëndi. Një mendim i papritur, një ide që bie si rrufe, një ndjesi si diçka do të ndryshojë para se të ndryshojnë përgjithmonë, një kuptim i menjëhershëm për një njeri është situata ku lidhet me ekonominë, lidhet me dashurinë dhe dëmshurinë e gjërave të mëdha që kanë të bëjnë. Por gjithsesi, është periudha, momenti dhe koha për të bërë ndryshimin. Dhe vërtet ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me anën ekonomike. Dhe një nga ndikimet më të mëdha që lidhet me punë, lidhet dhe me një ristartim të gjërave të mëdha, sepse ka të bëjnë vendimi, ka të bëjnë puna ose gjërat e tjera që do të ndikojnë në jetë dhe në përgjithësi, në çështje shpirtërore ose gjërat e tjera që do të diktojnë, ka të bëjnë shumë ujori sepse e ka paksa në distancën e madhe, por për lajmërimi i intuitës tuaj e keni një mundësi shumë të artë për të zgjidhur problemet e punës, të karrierës, të ndryshimeve të mëdha. Dhe intuita më e madhe, ajo çka është, përsa përket mesazhit për juve, është që intuita jote sheh larg dhe shpesh kupton më shpejt se të tjerët, kur diçka po ndryshon. Dëgjoje këtë dhuratë që e keni juve të shenjës së ujorit, por mos e ngatarro me distancën emocionale. Mos e quaj liri çdo largim dhe mos e quaj intuit çdo nevojë për të shkëputur. Pyet veten, apo më flet vizioni im i brendshëm apo po mbrohem nga ndjenja. Intuita jote më e pastër nuk të bën të ftohtë, të bën të lirë, të qartë dhe të mjaftueshëm, të guximshëm për të qenë vetvetja pa u fshehur nga zemra. Ndikimi më i madh për sa përket shenjës së ujorëve që lidhet që kanë bën janë më tepër që kanë bën me shenjat e zjarrit, siç janë dashi, siç janë shijetarët, siç janë luanët, por më tepër janë tek luanët sepse e kanë përballë. Por kjo varet në individ pastaj ku ndodhin fenomenet dhe gjërat e tjera që vijnë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft konkurruese dhe rrezatuese që do thotë shenja e peshqeve. Intuit apo iluzion, kur shpirti ndjen gjithçka dhe zemra duhet të dallojë ëndrrën nga e vërteta. Për peshqit intuita është një botë e tërë, nuk është thjesht një mendim, si ndjesi e shpejt apo një alarm i vogël. Tek peshqit intuita vjen si val, si ëndër, si parandjenjë, si ndjesi shpirtërore, si një mesazh që nuk ka gjithmonë fjalë, por që ndihet thellë. Peshqit mund të ndjejnë atmosferën e një vendi sapo hyjnë. Mund të kuptojnë dhimbjen e dikujt pa i thënë askush. Mund të ndjejë kur një njeri ka energji të pastër dhe kur diçka është e mjegull. Kjo është dhuratë shumë e madhe. Peshqit kanë lidhje të mëdha dhe ndikime të forta. Mund të dëgjojnë ndikimet e vetes tyre dhe kjo shpesh pyesin veten nga prove madhe që a është intuit apo iluzion.
apo flet shpirti, apo flet dëshira, apo është shenjë e vërtet, apo zemra po shet dëshirën që unë shoh. Pra gjitha këto janë disa impenjime, disa ndryshime që ka të bëjnë me rastin, ndikimin, punën, ëndrrën, realitetin, vendimin, mundësinë e artë apo gjëra të tjera. Sepse situata kërkon paqe, paqja kërkon qetësi. Dhe këto janë të gjitha që juve i keni në mendjen tuaj. Kurse ndikimi më i madh për sa i përket peshqeve dhe mesazhit do thotë intuita jote është e rrallë dhe shumë e fuqishme, por duhet të mbrosh nga iluzioni. Dhe kjo do thotë që mos u ndiko nga të tretët, po shiko vetveten. Dhe kjo do thotë a më ofron kjo një paqe, a më mban në mjegull. Intuita jote më e pastër nuk largohet nga realiteti. Të shon drejt dashurisë, drejt punës, drejt karrierës, drejt rritjes së madhe që vjen drejt jush. Prandaj shpirti është ai që ju flet. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë gjithmonë. Por të kemi parasysh ta kuptojmë për të gjitha shenjat që do thotë. Intuita, frika dhe zëri duhet të mësojmë ta dëgjojmë, sepse në fundit duhet të kuptojmë që është se intuita nuk është zhurmë, nuk është panik, nuk është mendim që na ndodh pafund, nuk është frikë që na mban zgjuar gjithë natën. Intuita është një zë më i thellë, më i qetë, më i pastër. Është ajo pjesë e shpirtit që shpesh e di të vërtetën para mendjes këto prova, por nga duke dëgjuar edhe të kemi guximin të dallojmë kur flet shpirti dhe kur flet plaga. Sepse shumë herë ne themi, e ndjej, por çfarë ndjejmë vërtet? Ndonjëherë ndjejmë intuitën, ndonjëherë ndjejmë frikën, ndjejmë kujtimin në një dhimbje të vjetër, ndjejmë ankthin se mos humbasim dikë, ndjejmë dëshirën që një histori të jetë e vërtetë dhe kur realiteti nuk na jep qartësi. Prandaj njeriu duhet të mësohet, të mësoj, mos i besoj verbërisht çdo alarmi të brendshëm, por jo çdo shenjë është paralajmërim dhe jo çdo frikë është intuit. Kuptojini këto gjëra, sepse ka të bëjnë shumë me anën dhe pozicionimin e planeteve. Sepse zëri i brendshëm është një dhuratë, por si çdo dhuratë kërkon kujdes, pastërti dhe vetdije. Kur frika qetësohet, intuita dëgjohet më qartë. Kur iluzioni largohet, e vërteta duket më thjesht. Dhe kur njeriu nuk ka më frikë nga të shohë realitetin, atëherë jeta fillon të flasë me një gjuhë shumë të pastër. Prandaj dëgjoni shenjat, dëgjoni ëndrat, dëgjoni zemrën, dëgjoni trupin tuaj, por megjithatë dëgjoni pa panik dhe pa vetgënjim. Vetë zhgënjeni shumë kollaj. Kur vetë zhgënjeni, e lini pas dore dhe filloni diçka tjetër. Intuita më e lartë nuk na çon drejt kaosit. Na çon drejt dijes, drejt së vërtetës. Dhe vërteta, edhe kur është e vështirë, në fund gjithmonë na çliron. Pra, këto ishin pak a shumë për sa i përket mbi ndikimet, favorizimet, mundësitë dhe kohës që kemi të bëjmë. Unë Rropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.